لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, gjithë atë që po flasim për banorët e xhenetit, që disa hutve, është e ditur që është fjala për gjithë besimtarët, qoftë meshkuj apo femër. Nuk ka hise ma shumë në xhenet njeriu vetëm për shkak se është burr. Edhe kundërta, nuk ka hise ma shumë në xhenet vetëm se është grua. Mirë po, shpërblimi dhe dhënia e xhenetit varet prej veprave që i bën besimtari. Allahu Jalla Jalaluhu thot: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba." Kush punon punë të mira, kush beson, kush punon punë të mira, qoftë mashkull apo femën, duke qenë besimtar, ai do të ketë një jetë të lumtur, të rahatshme, në këtë botë dhe në botën tjetër, në xhenetin e Allahu Xhalla Xhelaluhu. Gëzimi i besimtarit me hyrjen e tij në xhenet është i papërshkueshëm, sepse i zbulohet një realitet që vetëm kanë dëgjuar për to. Mirë po nuk i ka shijue asnjëherë. Andaj nuk mund ta imagjinoj besimtari gëzimin e tij në momentin kur e fut këmbën e tij në xhenet. Se si do të jetojnë besimtarët në xhenet, do të shpjegojmë në hutbet e ardhshme. Mirë po do të ndalemi sot në një rast shumë interesant që e ka transmetue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për njeriu e fundit që do të hyjë në xhenet. Për njeriu e fundit që do të hyjë në xhenet. Në koleksionin që shënon Imam Muslimi nga hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: njeriu i fundit i cili do të hyjë në xhenet është ky njeri i cili duke kalu urën e siratit, herë qohet në kam, e herë lakohet gati murzue, edhe flaka e xhenemit e përfshin kur ai lakohet. Edhe me vështirësi e kalon urën e siratit, kur del anena i kthehet xhenemit, edhe i thot subhanalladhi anjani mink. I lartësuar është Allahu ai i cili më pështoi prej teje. Edhe posa të kaloj nga ura e siratit për më fut në xhenet,
e sheh një pemë të bukur, me hije të madhe, me një kroj uji, me një burim uji, aty afër pemës i thot Zotit. Thot o Zot, apo më afron të që kjo pema, të pushojnë në hijen e saj, kësë po din gjoma tani shka ka. Të pushoj thot në hijen e saj, o Zot, edhe të pi prej ati uji tek aja pema. Allahu Gjelle Gjelalu i thot, nëse ta jap këto o biri Ademit, mos po don me lypë edhe diçka tjetër, mas kësaj, mos lypë diçka tjetër. I thot, njeriu i thot, o Zotim, nëse më afron tek që kjo pema, ta jap besën se nuk kam me lypë më kur gjë prej ti, hiç. Shkon njeriu, afron Allahu afër pemës, pim prej ati uji në rrojt e pemës, kur e shën një pemë tjetër më e mirë se e para. Haron që ja ka dhënë besën Zotit. Mos me i lypë më diçka tjetër. I thot Allahu Gjelle Gjelalu, thot o Zot, thot a ka mund, apo më afron të qaja pema tjetër, qenë ka më e bukur, edhe të futem në hijen e saj e të pi prej krojit saj. I thot Allahu Gjelle Gjelalu, biri Ademit, a nuk ma dhe besën se nuk i me lypë më gjo prej meje? Thot o Zot, po ta jep besën nëse që aty më afron, thot nuk kam me lypë më gjo prej teje. Kur afrohet të kjo pemë, futet në hijen e saj, pin nga burimet e saj, e shën një pemë para dyrëve të xhenetit, edhe i thot Allahut, harron besën që ja ka dhënë Allahut, i thot Allahu Gjelle Gjelalu, thot Zotim, apo më afron deri tek ajo pema të dyrë të xhenetit? Thot o biri Ademit, a nuk e ke marr besën, a nuk e mora besën prej teje se mo nuk ki me lyp kur gjë? I thot, robi, thot, o Zotim, nëse edhe që aty ma bën nasib me shkue, ma nuk kom me lyp gjo. Kur shkon afron Allahu afër kësaj peme të dyrë të xhenetit, ndëgjon zhurmën apo zërat e banorëve të xhenetit. Ndëgjon zërat e banorëve të xhenetit dhe i thot Allahu Gjelle Gjelalu, harron krejt, besën që e ka dhënë me Zotin. I thot o Zot, a ma bën të mundër që të hyjë në xhenetin tanë? Allahu Gjelle Gjelalu i thot o biri Ademit, a nuk ma ke dhënë besën se nuk do të lypësh gjën? Thot kërkesat e tua janë të vazhdueshme dhe të pandërprera. Thot apo don diçka, çka ti mos kimi ndërprer kërkesat tua. I thot apo don në xhenet sa dynjaja që u konë edhe një herë qaq. Sa dynjaja edhe një herë qaq. I thot robi, thot, o Zoti im, thot, apo talësh me muhe? Abdullah ibn Mesudi që e ka transmetuar këtë hadith të nderuar vëllezër, qesh, shok i pejgamberit. Ju thot shokëve të vetë që pe ja u kallëzon hadithin. Ju thot, pse s'po më vetni, pse po qeshi? I thojnë, pse po qesh kur pe tregon këtë hadith? Tha, kur na e ka tregu e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith, ka qesh pejgamberin punë. Thot, pse qeshi, do të dhe pyetëm na, ja Rasulullah, pse po qesh? Tha, po qeshi me qeshtjen e Allahu Gjelle Gjelalu që ka bohe kur robi i tha nga mahnitja për gjëra që ja dha Allahu, kur i tha robi Allahut, o Zot apo talësh me mua? E Allahu Gjelle Gjelalu ja kthej dhe i tha, nuk talëm unë me askën, mirë po ajo çka unë e du me ba, jam i plot fuqishëm për to, edhe ty takon xheneti sa kjo dynja që është, edhe ala ma shumë edhe njëherë aq. Pra ky është njeriu i fundit që do të hyjë në xhenetin e Allahu Gjelle Gjelalu. Të nderuar vëllezër besimtar, jeta në xhenet është një jetë reale. Një jetë e cila në emra
mund të krahasohet me jetën e kësaj dynjaje. Mirë, por në realitetet që do t'i shijojmë në xhenet nuk mund të krahasohen as pak me gjërat e kësaj dynjaje. Sepse janë edhe shumë herë edhe 100 fish, edhe 1000 fish, edhe 1 milion ma të mira se sa ajo që kemi përjetue në këtë dynja. Nëse do me pas një pallat tani në xhenet, dhe nëse do më konë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në xhenet, na ka treguar një formë dhe një metodë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: jam i pari që do të hapet për mua dera e xhenetit. Dhe ka thënë pastaj, thot, e shoh një grua e cila po bën hijim me ma kalue mua. Po bën hijim me ma kalue mua, me hyn xhenet. Pi thom, kush je ti? Çka po varapon kaq shumë? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot, tha kjo grua, thot, unë jam ajo e cila jam kujdes për jetimat. Unë jam ajo e cila jam kujdes për jetima. Do thot, gruaj i ka vdek burri, nuk i ka lënë fëmijë në rrugëve, por u kujdes për fëmijët e vet, paramendoi për lozën e vet, për frytet e shpirtit saj. E çka ta mërmendja tyje për shpërblimin që do ta kish tek Allahu xhalla xhelalu kur ti kujdesesh për një jetim që ti nuk e njeh fare, që ti nuk i kur një lidhje parafisnore me to, mirë po për shkak dashnisë që e kije ndaj xhenetit, edhe për me bëhe mirë, e merr përsipër për kujdesjen e atij jetimi. Të nderuar vëllezër besimtarë, çdo sfron këtë dynja dhe çdo punë e kësaj dynjaje, qoftë me punu punë të mira, qoftë do të thotë mu largu pejt këqijave, përkujtoje gjithmonë xhenetin të letohen punët. Përkujtoje gjithmonë xhenetin të letohen punët. Nëse të ka dhënë Zoti mall dhe don me ju ndihmue atyre që kanë nevojë më të dhimbët pak, më nër kujtoje xhenetin. Se Allahu po shpërblen për mallin tënd me xhenet nëse ti e shpenzon aty ku ai po kërkon. Nëse ti je në familje, kine i problem në i telashe, në i sprovë, nuk janë dëgju shumë antarët e familjes ndaj teje. Ndonjëherë bojnë, në raport me ty e bojnë ndonjë gabim. Ti si zot shtëpie, ti si edukatore e shtëpisë, atëherë do thotë përkujtoje doras, përkujtoje xhenetin e Allahu xhalla xhala. Nëse të afrohet ndonjë mundësi për me fitue shumë, ama është mënyrë të paligjshme, me njerë kujtoje xhenetin e Allahut, e me njerë kujtoje se nëse e ban që ta ka me të privue prej xhenetit, e ki ma let pastaj mu largue prej atyre gjërave që Allahu xhalla xhelalu i ka ndaluar. Andaj Allahu xhalla xhelalu të ndërron në Kur'an, si që është dënjaja mushën me stoli, me knaqësi të ndryshme, me qefe ndryshme, edhe në xhenet njerëzit kanë qefet e veta. Edhe në xhenet njerëzit kanë dëshirat e veta. E mirë po dallimi është se për dëshirat e dënjas ti du të mu punu edhe mu lodh mi mrije. A në xhenet për dëshirat që ti i kije s'ki nevoj mu lodh hiqmo. Që shka në hadithet pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Mjafton njeriu kur e shen një pemë në xhenet, një mollë në xhenet. Mjafton njeriu është me thonë, me ju kujtue sa e shishme është. Allahu xhalla xhelalu ka thënë në Kur'an: "Wa daniyatun dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila." Ka thënë dhe trungu i pemës afrohet, hijen e saj e afron frutin, edhe ti veç do të të merr në dorën tone. Ajo të vjen në dorën tone. Nuk ki nevoj mos gjatë, nuk ki nevoj do të me marrë diçka për me mrije, sigur këtë dynja që do në angazhim. Në dëshirat e xhenetit, apo qefet e xhenetit, jam veç mi dëshiruti, veç mi pas qef, edhe men her ato vinë. Ka thënë pejgamberi po ashtu, e ka përshkruar, ka thënë, e sheh banori i xhenetit, një shpend i cili është duke fluturuar në xhenet, edhe i hahet mishi i saj atij shpendi, men herë thot vjen, automatikisht vjen ajo e pjekur në pjatë, edhe të servohet ty në xhenet. Për këtë arsye Allahu xhalla xhelalu ka thënë në Kur'an: "Wa yutafu alejhim bi sihafin min dhahab wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-ayun wa antum fiha khalidun."
ka thonë në xhenet ju servohet njerëzve me anë prej ari, me anë prej ari, me gota prej ari. Aty ka çka t'ja don zemra njeriu, çka të kënaqet syni njeriu aty ka. Wa antum fiha khalidun, dhe ju do t'jeni përgjithmonë në të. Allahu xhalla xhelalu ka përshkruar edhe rrobat dhe stolitë e banorëve të xhenetit. Edhe veshjet e tyre Allahu xhalla xhelalu ka përshkruar në Kur'an. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihim al-anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak muttakiina fiha ala al-ara'ik ni'ma ath-thawab wa hasunat murtafaqa. Ka thonë ata të cilët kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira nuk ja humbin na mundin. Atyre ata do të kenë xhenete në adn, do në xhenetin më të mirë. Në to do të rrjedhin lumej, nën ta do të rrjedhin lumej. Dhe do të vishen, do të stolisen me bilizyk nga ari. Do të veshen apo do t'i veshin teshat nga mëndafshi i holl dhe nga mëndafshi i trash. Ata do të qëndrojnë në koltuket e tyre, ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa, dhe sa shpërblimi madh dhe sa pozitë e lartë është kjo, dhe sa shoqërim i mirë është kjo, dhe sa vendbanim i mirë është kjo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve ja ka dhuruar një tesh, një veshje prej mëndafshit, një veshje shumë e shtrenjtë. I ka ardhur prej dikoj prej larg, prej misionarëve ndryshëm apo prej mbretërve ndryshëm që ja kanë dërguar ndonjë dhuratë. E pejgamberi sallallahu normal mëndafshin nuk e ka vesh sepse nuk është i lejuar për burrat e këtij umeti. E ju në çuditë dhe në habit shok të pejgamberit kur e kanë pa çfarë materiali kaq i shtrenjtë dhe kaq i mirë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo çuditni me këta? Ka thënë po, ja Rasulullah, s'kemi pa kur kësi materiali kaq të mirë. Thot pasha Allahin, mindilat e Sa'd ibn Muadhit, një shok i ngushtë i pejgamberit, mindilat e tij në xhenet janë më të vlefshme edhe më të bukura se sa që kjo tesh që ju po e shihni. E mos flasim për zbukuritë e tjera, solitë tjera që andaj të nderuar vëllezër besimtarë, mos ta nënvlerësojmë këtë dynjë. Le të punojmë sepse e kemi të garantuar xhenetin e Allahu xhalla xhelaluhu. Aty më vdekje nuk ka, aty më mërzi nuk ka, lodhje nuk ka, brenga nuk ka. Le të bëjmë sabër në këtë dynjë, as sa Zoti na ka dhënë ymër, e ta fitojmë xhenetin e Allahu xhalla xhelaluhu. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë umeti im kanë me hinë në xhenet përveç ai i cili e refuzon. I ka thënë ja Rasulullah, kush është ai i cili e refuzon xhenetin? Ka thënë kush shkon mas meje më respekton mua, thot ka hyrë në xhenet. E kush nuk më respekton mua ka refuzuar ka refuzuar ofertën e xhenetit. Elusmi Allahun xhalla xhelaluhu që të na bëj prej banorëve të xhenetit, të kënaqemi me jetën në xhenet, me familjarët tanë, me dashamirët tanë, me gjithë ata besimtarë dhe besimtare që janë në xhenet. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa qumu ila salatikum yarhamukumullah. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ma lana rabbun siwa.